Në vitin 1998, kur Franca ngriste lart Kupën e Botës, ky fëmijë 7 vjeçar rrugët të Parisit po i ndihmonte babait të tij që të mbledhte të hekura. Ky fëmijë dal nga varfëria, i kthyer në figurën më të dashur në futboll është N'Golo Kanté, dhe rrëfimi është për të. Si fëmijë një familje të ardhur nga Mali, ai kishte lindur në lagjet e varfëra të Parisit, ndërsa fati ja kishte përgatitur një sprovë të madhe, pasi në moshën 11 vjeçare Kanté humbi baban. Mirëqenia e familjes kishte rënë mbi supet e tij, dhe futbolli për të nuk ishte vetëm kënaqësi, por një mënyrë për të mbetur në jetë. Ai e nisi në klubin amator Soresnes, por gjatësia e tij prej vetëm 1.68 shihej më shumë se sa aftësitë e tij në futboll. Je shumë i shkurtër, me këtë trup nuk mund t'i arrish. Ishin fjalët që mori nga Paris Saint-Germain, Rennes dhe Lorient, por ai nuk u dorëzua dhe në nënshkrimin e parë si profesionist e dha te Bolo. Në vitin e parë ai zhvilloi 40 ndeshje dhe dominoi me fushën. Kjo paraqitje dërgoi në Ligue 1 te Caen. Ai te ky klub ishte lojtari me më shumë të rikuperime topash, duke hapur dyert e kampionatet më të mëdha. Në shojtë e Leicester City për 9 milion euro. Por askush nuk fliste për të, ndërsa ai me atë klub kompletoi 40 ndeshje dhe bëri atë që quhet mrekullia angleze, duke u shpallur kampion. Pastaj shkoi në Londër te Chelsea, ku fitoi Ligën e Kampionëve, Ligën e Evropës dhe Premier League. Madje në finalen e Ligës së Kampionëve ai shpall edhe lojtarin ndeshjes, duke vrapuar hiç më pak se 12 kilometra. Edhe kur i fitoi Kupën e Botës me Francën, ishte aq i përulur saqë meze ngriti lart trofeun, ndërsa në stërvitje shkonte me një Mini Cooper. Shkoi edhe në Arabinë Saudite, ku shpall kampion, ndërsa tani është kthyer në Europë te Fenerbahçe. Për vallëzimin e tij të fundit evropian, për të shpallur kampion klubin që nuk e ka fituar titullin tash në 19 vjet.